nderuar familjar të presidentit Ibrahim Rugova, shumë e respektuara zonja Fana Rugova, të nderuar bashkëveprimtar të Rugovës e TDK-s, të nderuar përfaqësues të institucioneve të Kosovës, kryetar komunash, deputet Kosovës, qytetar meq të kësaj republike. Nuk jemi mbledhur sot për shënuar vetëm një datë zakonshme, jemi mbledhur për dëshmuar një themel, themelin identitar shtetit tonë, themelin që e vuri ati themeltari i Republikës, presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova. 20 vjet pas ndarjes së tij nga jeta, ne nuk flasim për një figurë të mbyllur në kohë, por për një mendim që vazhdon të na gjykoj namaz dhe të na kërkoj lartësi. Dhe dua të them qysh fillim, është jashtëzakonisht e vështirë të mbash një fjalim për Rugovën. Jo sepse mungojnë fjalët, por sepse janë tepër shumë, sepse çdo fjali rrezikon të jetë më e vogël se sa figura për cilën të flet. Sepse çdo përpjekje për ta përmbledhur jetën e tij rrezikon ta zvogëlojë një figurë që të çndron si dritë prirjeje. Po të kisha pasur mundësi, sot nuk do të mbaja fjalimin tim fare. Do ta lexoja para jush faqe për faqe librin Memento për Rugovën të akademik Sabri Hamidit, librin e vetëm që e mbaj gjithmonë në ballorën e zyrës sime, jo si dekor, por si një kujtesë, si matës, si pyetje përditshme, apo i afrohemi, apo i largohemi asaj që ai dikur e quante Republikë dhe shtet. Rugovën nuk mund ta përshkruajmë si një figurë për fotografi, por si mendim që duhet kuptuar. Dhe Rugova nuk është i lehtë për të kuptuar, as me fjalit shkurta e besa edhe me fjalit bukura. Ai nuk është thjesht një fjalë slogan elektoral, nuk është as brit, nuk është as figurë e shpejt për ndonjë duartrokitje. Rugova është proces, është rrugë e gjatë, është durim që nuk dorëzohet. Prandaj ky fjalim nuk do të jetë për të madhështuar me fjalë të mëdha njeriu që nuk ka nevojë për madhështime. Do të jetë për ta kuptuar me mendje të qetë, sepse Rugova nuk kërkon zë të lartë, kërkon gjithmonë mendim të thellë. 20 vjet pa të, na ka bërë të qartë një gjë, ai nuk ishte një njeri i momentit, por ishte njeri i kohës së gjatë. Dhe njerëzit e kohës së gjatë nuk përshkruhen lehtë. Ata nuk matën me një ngjarje të vetme, por me drejtimin që ja ndryshojnë historisë. Prandaj sot nuk jemi këtu për të numëruar për vjetore e vite, jemi këtu për të pyetur veten, çfarë bëri ai me ne dhe çfarë po bëjmë ne me atë që na la ai. Dhe sado që duket e vështirë, më lejoni të them se ky është leximi im për Ibrahim Rugovën. Humbja dhe rritja. Ka njerëz që e pushtojnë kohën me zhurmë, ka të tjerë që ndërtojnë kohën me qetësi. Rugova ishte i dyti. Ai nuk e kërkoi kur rolin e herojit, por historia ja dha rolin e themeluesit. Nuk e kërkoi as skenën, por skena u detyrua ta pranoj. Nuk kërkoi as pushtet për vete, por ndërtoi pushtetin për një popull që kishte mbetur pa shtet. Gjitha këto tipare nuk i erdhën si mësime të jetës politike, siç mund t'i vinë secilit politikan të kohës moderne sot, përfshirë dhe mua. Ato i erdhën si mësime jetësore shumë para se politika të ishte në diapazonin e yjeve tij. Rugova si i ri nuk u formua në rehati, u formua në mungesë, në humbje, në padrejtësi që të mëson herët se jeta nuk është e butë dhe se njeriu duhet të zgjedhë se si do t'i përgjigjet asaj. Qysh si fëmijë, Rugova u përball me dhimbjen më të rëndë, humbjen e babait dhe gjyshit, të vrarë nga pushtuesit e kohës. Kjo nuk ishte vetëm tragjedi familjare, ishte përvojë politike, parse të ishte vetë ai në politikë. Ai e pa me sytë e vetë se çfarë bën dhuna kur bëhet sistem. Dhe pikërisht aty, ai vendosi diçka thelbësore në karakterin e tij, të mos e kthej dhimbjen në urrëtie. Sepse ka dy mënyra si del njeriu nga humbja. Ose bëhet hakmarrës, ose bëhet i thellë. Rugova zgjodhi këtë të dytën. Ai e mësoi herët se urrëtia nuk ta kthen të humbërën, vetëm ta merr atë që të ka mbetur. Prandaj e ktheu dhimbjen e tij në vetëpërmbajtje, në maturi, në një lloj qetësie që nuk ishte frikë, por ishte vetdije.
Kjo qetësi nuk ishte pasivitet, siç rëndom provojnë mendimtarët e seksista thonë. Ishte disiplinë e brendshme. Ishte vendim për të mos u bërë kopje e asaj që të ka lënduar. Dhe kjo shpjegon pse, edhe më vonë, në kohë shumë të vështira për Kosovën, ai nuk reagoi me shpërthim, reagoi me mendim. Rugova kuptoi herët se njeriu që nuk e sëndon dhimbjen e vet, nuk mund ta sëndoj as fjalën e vet. Dhe ai e sëndoi fjalën. Nuk e përdori për të ndezur, por për të ndërtuar diçka. Nuk e përdori për të ndarë, por për të bërë bashkë gjithçka. Kjo përvojë e hershme e bëri durueshëm, por jo durim dobët që pret pa vepruar, durim të fortë që vepron pa u shpërthyruar. Ai mësoi të pres pa u nënshtruar, të rezistoj pa u egërsuar, që ndroj pa u shëndruar në atë që lufton. Dhe ky durim që dukej si qetësi personale më vonë u kthye në filozofi politike. Kur erdhën vitet më të rënda për Kosovën, ai nuk u befasua nga dhuna. Ai e njehte atë që nga fëmijëria, por zgjodhi të mos i ngjajë asaj. Zgjodhi ta mund jo me përngjarje, por me kundërshtim moral. Kështu, jeta e tij e hershme nuk ishte thjesht kapitull biografie, cilën e lexojmë sot. Ishte shkolla e parë politike e tij. Aty u mësua durimin, u mësua vetëpërmbajtja, u mësua ideja se liria nuk fitohet duke u bërë i ngjashëm me shtypsin, por duke u bërë i ndryshëm prej tij. Dhe kjo është arsyeja pse, kur më vonë u bë lider i një populli të tërë, ai nuk foli si i plagosur, por foli si i përgjithshëm. Nuk veproi si i zemëruar, por si i qartë. Nuk u soll as si viktim, por si themelues. Sepse ai kishte kaluar më parë provën më të vështirë, provën e dhimbjes personale, dhe kishte kaluar pa humbur njeriu e mirë brenda vetes. Lindja e intelektualit. Pas dhimbjes erdhi fjala, pas përvojës së humbjes erdhi nevoja për kuptim. Rugova nuk e kërkoi vetën në zhurmë, por në mendim. Ai u kthye nga libri jo për të fshirë nga bota, por për ta kuptuar atë më mirë. Formimi i tij intelektual nuk ishte arratistje nga realiteti, ishte përgatitje për atë fatin e madh të shtetit që priste përpara. Ai u formua në botën e letërsisë, të kritikës, të gjuhës. Aty mësoi se si ndërtohen kuptimet, si mbrohet identiteti përmes kulturës, si ruhet dinjiteti përmes fjalës. Letërsia për të nuk ishte luks, por armë e butë, armë që mbron pa lënduar. Ai kuptoi herët se populli që humb gjuhën dhe kulturën humb më shpejt se ai që humb betejën. Prandaj ai punoi në fushën e letërsisë jo si estetik, por si rojtar i vetdijes kombëtare. Çdo sondim, çdo studim, çdo shkrim i tij ishte mënyrë për të thënë botës: ky popull im ka zëm, ka histori, ka mendim. Na shihni, na pranoni. Në studimet e tij për letërsinë shqiptare, për simbolikën, për rrjedhat kulturore, ai kërkonte më shumë se estetik. Kërkonte prova se ky popull pra ka vazhdimsi, se nuk është rastësi historike, por është subjekt i historisë. Çdo analizë e tij për autorë shqiptar ishte një deklaratë politike e heshtur: ne ekzistojmë sepse kemi menduar, kemi shkruar, kemi kujtuar. Studimet jashtë vendit nuk ja larguan rrënjët, ja forcuan ato. Ai u përball me mendimin evropian, me traditën e kritikës moderne, me idenë se kultura është vetë themeli i shtetit.